Në një kohë kur shumë njerëz zgjedhin Bregdetin për të pushuar, ka edhe nga ata që kërkojnë qetësinë larg zhurmës së plazheve në gjirin e natyrës malore. Një nga destinacionet që po fiton gjithnjë më shumë vëmendje gjatë kësaj periudhe është Mali i Çajupit, i frekuentuar si nga vizitorët e huaj ashtu edhe nga vendasit. Ne në det jemi rritur, por donim të shikonim diçka ndryshe, diçka në Shqipëri, dhe pse jo Çajupin, që është një mal një orë e gjysmë larg Sarandës. Kishim dëgjuar që ishte shumë bukur, erdhëm ta shikonim, gjyshim kishte shumë dëshirë ta shikonte malin e Çajupit, dhe ndaj zgjodhëm këtë vend. Na kishin rekomanduar të vinim këtu, dhe erdhëm dhe është shumë bukur, na pëlqeu shumë. Diçka e veçantë, është diçka në natyrë, tani më luksin e gjen kudo, por natyrën nuk e gjen kudo. I lidhur me vargjet e poetit Naim Frashëri, ky vend duket sikur merr jetë nga përshkrimet e tij, duke ofruar të njëjtat bukuri dhe qetësi që ai ka përjetësuar në krijimtarinë e tij. Bukuri e ra, më pëlqen shumë. Më kanë folë shumë që në vargjet e Naimit, o Çajup o vendi bukur, o Baçeje luleve. E kisha ëndër këtë punë, që ta shikoja më afër. Shumë njerëz të mirë, shumë punëtor, më pëlqen njerëzit punëtor më pëlqejnë shumë. Të vënë radhë pa ne zgjon se keshim dëgjuar o Çajup një bukur pa shkelur këtë vend. U jam i vjetër, që është mali gjërë dhe deri në kufi me Grekun am shkel tërë ato mali ashtu, këtu s'kesh ardhur ndonjëherë. Po e kesh dëgjuar e kesh dëshirë që ta shikoja një herë në realitet në. Mes gjelbërimit, ajrit të pastër dhe freskisë që karakterizon zonën, si dhe mikpritjes së ngrohtë në bujtinat e ngritura aty, Mali i Çajupit po kthehet gjithnjë më shumë në një destinacion të preferuar për adhuruesit e turizmit malor.